Ky workshop I sotëm normalisht quhet shkrimi akademik dhe ndërhyrja e tij në paketën Office në programin Word. Do të shohim së bashku disa elementë thelbësor që kanë të bëjnë saktësisht me shkrimin akademik. Nuk e di sa prej jush e njohin konceptin e shkrimit akademik, po është një nga konceptet më të njohura në rrethet, le të themi, shkencore dhe jo vetëm kaq, në rrethet e atyre që punojnë me paketat Office, s'bëhet fjalë që është e rëndësishme. Do qëndrojmë në detaje të cilat mund edhe të keni dëgjuar për to, por jam I sigurt që shumica prej tyre nuk bën pjesë në listën e gjërave që ju I keni dëgjuar. Dhe unë dua që sot të gjithë së bashku të marrim sa më shumë nga ky workshop, edhe nëse nuk arrim të kuptojmë disa gjëra, në fund mundet edhe të rishikoni këto gjëra në videon që do të procesohet në faqen e YouTube të Step Prishtinës. Edhe një herë faleminderit që jeni të gjithë pjesëmarrës në këtë workshop dhe po filloj direkt me shpjegimin. Shkrimi akademik normalisht është një nga konceptet që do na shoqëroj sa herë neve bëjmë edhe kemi të bëjmë me dokumenta zyrtar. Dhe dokumenta zyrtar në rastin konkret konkretizohen të gjitha ato dokumenta që kanë karakter zyrtar, të tipit kontrata, ligje, ose të tipit diploma, prezantime raportesh, apo gjëra të ngjashme si këto. Sigurisht që shkrimi akademik ndërhyn edhe në koncepte të tjera që janë të lidhura ngushtësisht me të shkruarin. Logjikisht, përderisa po flasim për të shkruarin, I vetmi program kompjuterik I cili të lejon ty të manipulosh shkrimin, në rastin konkret është paketa Office, nga paketa Office programi Word. Dhe unë dua që t'i marrim hap pas hapi ato koncepte të paketës të këtij programi, të programit Word, që ndërhyn në shkrimin akademik. Shkrimi akademik sigurisht është I lidhur më shumë me konceptin e të shkruarit. Unë nuk jam profesor letërsie apo gjuhëletërsie që të jap saktësisht shpjegimin e shkrimit akademik, ama si analist të vënash mundem që të bëj interpretimin e ndërhyrjes së Wordit në çdo koncept të shkrimit akademik. Po tregoj një gjë të thjeshtë, për shembull, është koncepti I shkrimit akademik në vetvete dhe është për shembull shkrimi me presje. Nëse unë do të shkruaj një fjali dhe do të vendosja një presje, normalisht në gjuhën shqipe ne pas presjes do të vazhdonim fjalin. Pra, supozojmë se unë po shkruaj një fjali dhe po them sot është kohë e bukur. Dhe pastaj vendos presje. Mënyra se si do ta vazhdoja fjalin në shkrimin jo akademik do të ishte e tillë. Menjëherë pas presjes do të vazhdoja do të shkruaj ka shumë mundësi të mos bjerë shi. Shikoni me vëmendje. Sapo kam shkruar një fjali në të cilët kam përdorur shenja piksimi, kam përdorur presjen edhe pikën. Por akademikisht, pra shkrimi nuk është në trajtën e një shkrimi akademik. Pse? Sepse ka një rregull shkrimi akademik dhe unë nuk dua të ndalem te të gjitha rregullat e shkrimit akademik, se rregullat e shkrimit akademik her pas here janë gramatikore, janë sintaksore, leksikore, që kanë të bëjnë më tepër me konceptet e gjuhës dhe letërsisë se sa me konceptet e Word. Po unë dua të ndalem në disa gjëra që neve përplasemi ditë për ditë sa herë punojmë në Word. Dhe në rastin konkret, ky shkrim që ka dy fjali, normalisht në dy fjali të ndara me një presje në vetvete, ky shkrim në vetvete duket që ka një problem. Dhe problemi është pikërisht te shenja e piksimit presje. Nëse un kam presje në fjalin time, gjithmonë duhet të kem parasysh që për të ndjekur rregullat e shkrimit akademik, duhet vendos një hapësirë pas presjes. Çdo fjali që ka presje duhet pasohet në mënyrë që ajo të quhet shkrim akademik menjëherë me një hapësirë. Ashtu sikundër edhe pas çdo shenje piksimi, ti nuk mundesh të vazhdosh fjalin menjëherë pas shenjës së piksimit, por duhet të lësh një hapësirë dhe të vazhdosh fjalin e dytë e kështu me radhë. Dhe në këtë kontekst, kjo është një rregull I shkrimit akademik që normalisht kur ti shkruan në Word duhet ta kesh parasysh. Pse? Sepse nëse ti nuk e ndjek këtë linjë të shkrimit akademik, në fund fare do të vuash pasoja të rënda në raport me numërimin e fjalëve apo ndoshta edhe statistikat e këtij dokumenti dhe jo vetëm kaq, por mund të bëhet edhe teknikisht I palexueshëm her pas here kur fjalit bëhen pa atë që quhet ndarja klasike e shenjave të piksimit. Por gjithsesi unë s'dua të ndalem
tek ky element, sepse ky është një nga elementet, do të ndalem hap pas hapi në të gjitha ato gjëra që ndërhyjnë nga paketa Office, pikërisht nga Microsoft Wordi në kontekstin e shkrimit akademik. Dhe të parën që do të filloja të prekja është fleta. Një nga gjërat më të rëndësishme që çdo kush prej nesh përpiqet të mos ta harroj, por e harron, është që në fillim të punës tënde me një shkrim akademik, normalisht ti duhet të zgjedhësh një tip flete. Nëse ti nuk e zgjedh një tip flete, logjikisht ti do kesh probleme. Dhe shikoni me vëmendje që fleta është ajo që në vetvete ty të jep mundësinë të punosh. Pra ndryshe nga Exceli apo nga Accessi apo nga PowerPointi, Office-i vendin ose qelizën me të cilën punon quhet fleta e dokumentit. Dhe në rastin konkret, kjo fletë e dokumentit është gjithçka që të jepet që ti të kryesh punimin tënd, qoftë jo akademik, qoftë akademik. Por ne po flasim në kontekstin e shkrimit akademik. E normalisht, ndërsa flas për kontekstin e shkrimit akademik, duhet të kuptoj që në listën e komandave të mia ka një komandë që lidhet specifikisht me fletën, sepse fleta që ti do të shkruash mund të jetë e një formati të përcaktuar. Në rastin konkret, mund të jetë e një formati që normalisht mund të jetë e një formati që është A4, A5, A3, A0, se cila prej këtyre formateve përfaqëson një tip flete. Për shembull, nëse unë zbogloj këtë fletë, kjo është një fletë që ngjan si A4, pse është A4, sepse është fleta që ne shohim të printueshme, por realisht nuk është A4. Për efekt të shembullit që do të jap, do të shkruaj një tekst random, që do të thotë është tekst i rastësishëm, me një funksion të caktuar, s'ka nevojë që ta mësoni këtë funksion. Nëse unë shkruaj barazi rand hap klap mbyll klap dhe klikoj enter, ajo më nxjerr një funksion, një tekst të çfarëdoshëm. Dhe ky tekst i çfarëdoshëm, unë po e tregoj më tepër për të treguar aplikimin e ndryshimit të fletës. Shikoni që është vendosur teksti në rastin konkret dhe ky tekst patjetër nuk është i formatuar, por ky tekst është vendosur në konturet e një flete që ne nuk e kemi zgjedhur. Supozoj se e punova të gjithë punimin tim, qoftë akademik, qoftë jo akademik, në një fletë në të cilën nuk bëra si hap të parë zgjedhjen e fletës. Pastaj në fund të punimit, unë kujtohem dhe them, po dales, tani duhet të zgjedh saktësisht fletën dhe tipin e fletës. Por tipi i fletës në rastin konkret nuk është zgjedhur dhe përjedhoj më ngelet që ta zgjedh duke shkuar te komanda page layout. Te komanda page layout kemi një seri 9 komandash. Dhe ndër ato 9 komanda, ajo që përcakton madhësinë e fletës është 9 komanda size. Shikoni që automatikisht ajo që është zgjedhur në fakt është tipi letter i letrës, por nuk është zgjedhur tipi A4. Dhe tipi A4 dhe tipi letter ndryshojnë nga njëri tjetri pikërisht nga përmasat, sepse një tip A4 e ka përmasën 210 mm me 297 mm, ndërkohë që tipi letter e ka 215.9 mm dhe 279.4 e ka lartësinë, nëse do e merrja në trajt vertikal. Sigurisht që ndërkohë që e shoh këtë gjë, unë nuk arrita kuptoj se çfarë do më ndodhi nëse do veja të zgjidhja A4. Unë mendoj se gjithçka do mbetet një lloj. Por shikoni çfarë do ndodhi me tekstin tim pasi e zgjedh letrën A4. Letra A4 konkretisht mua më ndryshon kontekstin e shkrimit tim. Pse? Sepse në momentin që ti zgjedh letrën A4 dhe letrën, ato ndryshojnë nga njëra tjetra nga madhësia dhe përrjedhoj vendosja e tekstit brenda letrës do ndryshonte. Sa më shumë tekst të kem, aq më e komplekse do të bëhej problemi. Jo në pak raste ti mund të kesh mbaruar të gjithë punimin tënd shkencor, për shembull mund të kesh mbaruar diplomën tënde ose detyrën tënde të kursit dhe në fund kujtohesh që të bësh saktësisht formatimin e letrës, zgjedhjen e letrës. Por zgjedhja e letrës në fund të prish gjithë formatimin që ti ke krijuar që më përpara. Kështu që hapi i parë përpara se sa të fillosh një shkrim akademik ose jo akademik, është të zgjedhësh gjithmonë formatin e letrës. Në rastin konkret kjo është një letër A4, ja shkojmë te komanda page layout size dhe zgjedhim A4. Po ti mund të zgjedhësh një tip letre tjetër që është, dhe unë po e zbogloj pak që të shikoni pak kontekstin e fletës, po dhe tekstin se si ndryshon, po zgjedh një size A3. Dhe size A3, shikoni, në vetvete fleta A3 është sa 2 fleta A4.
Në rastin konkret, nëse ti I bashkon dy fleta A4 me njëra tjetrën, ato do të prodhojnë një flet A3. Por shikoni si ndryshoi teksti. Ai tekst që ishte I shfaqur, le të themi në 4 linja apo në 12 linja, në vetvete tani është I shfaqur thjesht në 3 linja. Dhe dallojeni që këtë transformim e bëri saktësisht ndryshimi I letrës. Ka dhe një format letre tjetër që është I përdorshëm dhe I printueshëm, që është formati A5. Në qoftë se nuk e gjeni në listën e formateve që janë të gatshme këtu, mund të shkoni te komanda More Paper Sizes dhe aty të kërkoni për formate të tjera, për shembull tek kjo shigjeta që thot Paper Sizes, kërkoni atë tip letre që shkruan A5. Në qoftë se nuk e keni, I vendosni një përmas të caktuar. Dhe zakonisht A5-a është 29.7 cm ndahet më dysh, dhe në rastin konkret unë do e ndaj thjesht në mënyrë arbitrare, po them 14 cm, ndërsa pjesa tjetër do të ishte 21 cm. Kjo është një flet A5, edhe në qoftë se ti nuk e ke, ajo mund të shkruhet me përmasat e tua, prandaj është vendosur pikërisht kjo dritare që ti do të bësh ndryshimet përkatëse të madhësisë të fletrës. Një flet A5 është sa gjysma e një flete A4, përdoret kryesisht për libra, përdoret gjithashtu edhe për element të tjerë dytësor, siç janë, le të themi, trajta diskutimesh apo trajta broshurash në të cilat ke dy faqe njëra me tjetrën. Dhe ti aplikon të gjithë këtë ndryshim që sapo bëre në të gjithë dokumentin, sigurisht që mund ta aplikosh edhe nga kjo pikë tutje, unë do ta aplikoj në të gjithë dokumentin dhe klikoj OK. Shikoni çfarë ndodh me tekstin tim. Teksti im në rastin konkret I përshtatet fletës së re që unë kam zgjedhur. Kjo flet që është A5 normalisht ma formaton tekstin tim që të vej në atë trajt, sepse kuptojni që shkrimi në një flet A4 nuk zë të njëjtën hapësirë që zë në një flet A5 që është gjysma e një flete A4. Mbajeni mend të gjithë këtë kontekst, sepse shkrimi akademik është I lidhur ngushtësisht me këtë kontekst. Pse? Sepse në qoftë se ti e shkruan diçka më mbrapa dhe në fund fare humbet formatimin vetëm se s'ke zgjedhur fletën, gjithçka sado akademike të jetë, nuk është teknike, nuk është teknikisht e saktë. Dhe përjedhoj, ajo që do të shfaqej do të ishte një gjë problematike që ndoshta do të merrte më shumë kohë ta rregulloje atë nga e para, se sa të filloje ta ndryshoje një për një duke gjetur ku ka lëvizur formati, ku nuk ka lëvizur formati. Besoj se të gjithë jemi përballur me diçka të tillë gjatë punëve tona dhe sigurisht që ju sugjeroj puna juaj le të fillojë gjithmonë me formatimin e fletës. Dhe formatimin e fletës unë në rastin konkret e zgjedh dhe do të jetë A4. Ja tek është A4. Nëse koncepti I parë kishte të bënte me fletën, koncepti I dytë shkon në një pikë edhe më të rëndësishme. Shkon tek ato që quhen kufijtë e fletës. Po të shikoni, në listën e komandave që janë shfaqur, ju keni të aktivizuar gjithashtu edhe vizoret në ndërfaqen e Wordit. Vizoret nuk tregojnë gjë tjetër veç se hapësirën tënde të punës. Çdo hapësirë që është me ngjyrë të bardhë në vetvete nuk është gjë tjetër veç se një hapësirë në të cilën ti mund të punosh kudo që është e bardhë, qoftë horizontale, qoftë vertikale, mund të punosh. Ama pjesa që është gri konsiderohet si një pjesë në të cilën ti nuk mundesh të punosh. Nuk mundesh ta çosh mausin dhe të klikosh dhe të shikosh që kursori të pulsojë në atë pjesë. Edhe nëse shkruan një fjalë, ajo fjalë do tentojë të shkojë poshtë dhe nuk do qëndrojë në atë pjesë gri. Këto konture që janë me ngjyrë gri në vizoret tona, sigurisht që janë ato konture që përcaktojnë se sa pjesë të fletës unë kam të printueshme, që do të thotë kam tekst, dhe sa pjesë të fletës e kam të konturuar në rastin konkret. Konturet zgjidhen edhe ato përpara se të filloj puna me shkrimin akademik. Gjithmonë shkrimi akademik kërkon një kontekst të saktë të punuarit. Pra nuk kërkon një radhë të çrregullt, por kërkon një disiplinë të ndjekjes së rregullave themelore të punimit në programin MS Word. Në rastin konkret, zgjedhja e kufive do bëhej me komandën Page Layout që neve po e shohim, dhe brenda komandës Page Layout është komanda Margins. Klikoj te komanda Margins dhe ajo që shikoj është që kam disa tipe konturesh dhe aktualisht kam të zgjedhur konturin normal, I cili nuk bën gjë tjetër veç se si lart, si poshtë, si majtas, si djathtas I mban 2.54 cm konturet e paprintueshme. Sigurisht që këto konture mund t'i zvoglosh ose mund t'i zmadhosh. Ja unë po provoj ta zmadhoj, shikoni me vëmendje, shikoni çfarë ndodh me tekstin tim. Në rastin konkret, zgjodha konturet ose kufijt wide, që në vetvete nuk bënin gjë tjetër veç se kufijt në të majtë dhe në të djathtë
i çonin në 5 cm, pra ti ke humbur 5 cm nga e majta e 5 cm nga e djatha, e përjedhoj teksti yt tashmë është zhvendosur në brendësi të këtyre kontureve. Përshtathimi i kontureve të jep saktësisht mënyrën e punimit, sepse në momentin që ti nuk i përcakton sakt konturet, pastaj edhe printimi do të jetë në formën jo të duhur. Për shembull, supozojmë se ti e ke me narrow, që është e ngushtë, shikoni me vëmendje që në rastin konkret ke vetëm 1 cm, ndoshta edhe më pak, po ta shikosh tek është 1.27 cm në fakt. 1.27 cm është diferenca që të është e paprintueshme. Dhe ti në këtë rast do doje për shembull të shfrytëzoje maksimalisht letrën dhe meqense do ta shfrytëzosh maksimalisht letrën, zvogëlon konturet deri në maksimum. Sigurisht që pyetja që mund të lindi është a mund të zvogëloj konturet deri në 0, pra të mos ketë fare konture dhe të fillojë të punojë në të gjithë fletën? Sigurisht që mund ta bësh, por printeri vet ka limitet e veta, që do të thot vetë printeri, që ti do bësh printimin e dokumentit përkatës, mund të ketë kufijtë e vet të përcaktuar derisa ti mund të printosh në një flet. Pra ka raste në të cilat printimi mund të kufizohet edhe nga vetë printeri. Por përveç zgjedhjeve automatikeve që neve pam, ka dhe zgjedhje manuale ku ti bën përcaktimin tënd se sa i do këtë manzi dhe shkon tek custom margin. Dhe në qoftë se klikon te custom margin, do të dalë kjo dritare në të cilët të thuhet saktësisht si i do konturet e fletës tënde, të jep madje edhe orientimin e fletës në qoftë se do vertikal apo se nëse do horizontal. Dhe sigurisht që unë zgjedh konturet e mia nga lart e kam 1.27, mund ta kthej dhe ta bëj 10 cm, nga poshtë e lë 1.27 cm, nga e majta po e kthej 6 cm dhe shikoni me vëmendje. Prevjuja që më jepet në pjesën poshtë të kësaj dritare është pikërisht forma se si do të më ndryshoj dokumenti im apo shkrimi im brenda atij dokumenti. Klikoj OK dhe dua ta aplikoj në të gjithë dokumentin tim dhe pasi klikoj OK, shikoni çfarë ndodh me tekstin tim. Shkon 10 cm kjo hapësirë e papërdorshme nga sipër, ndërkohë që është 8 cm nga krahu i majt. Pjesa e kontureve anësore nuk ndryshon. Jo në pak raste besoj i keni parë të tilla gjëra, sidomos në përdorimet që bëhen në revista apo elemente të tillë. Sepse pjesa sipër për shembull konsiderohet e gjitha një header. Nëse bën double click në të, ajo të aktivizon automatikisht komandën header. Që komanda header në vetvete të lejon ty të futësh çfarë të duash në këtë element përkatës. Ama pjesa në të cilën ti punon dokumentit është ajo që vjen pas komandës header. Në këtë kontekst kemi parë dhe konturet dhe unë do të bëj në rastin konkret një zgjedhje që ka të bëj me konturet dhe do të bëj zgjedhjen që normalisht neve e kemi në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ja tek janë zgjedhja, shkojmë tek komanda page layout, shkojmë tek komanda margins dhe tek komanda margins zgjedhjen normal, sepse dua që teksti im të jetë i modifikuar nga të gjitha krahat një lloj. Një kontekst tjetër i shkrimit akademik është pikërisht kjo renditja, shikoni pak me vëmendje. Pjesa fundore e fjalive të tua është në një trajt jo të mirë përcaktuar. Çdo të thotë, herë ke më para, herë ke më mbrapa dhe forma fundore e fjalive del në trajt të valëzuar, ndërkohë që forma fillestare është në trajt lineare. Që ti të kesh kontekstin e një shkrimi akademik, gjëja që duhet të kesh parasysh ndërkohë që bën rregullimin e fletës, rregullimin e kufive, është gjithashtu dhe përcaktimi i orientimit të shkrimit. Dhe në rastin konkret, orientimi i shkrimit në vend që të jetë një orientim rastësor nga e majta, nga e djatha ose qendërzuar, neve do shkojmë te komanda home dhe do t'i japim në qendër, po të shikoni në qendër ma kthen në një trajt tjetër, në të djathtë ma kthen nga krahu i djathtë atë linjën që unë kërkoja, por tani do të kthej komandën justify. Dhe komanda justify, po të shikoni, e ndryshoj pikërisht kontekstin e fjalive që unë kam përdorur në një kontekst kuadratik. Si nga e majta dhe nga e djatha, unë kam një shpërndarje të tillë që unë të kem linja të drejta nga të dyja krahët. Dhe ky kontekst duhet pasur parasysh në punimin që ti bën për shkrimin akademik. Sigurisht që unë e thash dhe në fillim të këtij workshopi që nuk do të ndalemi në rregullat e shkrimit akademik, më shumë do të ndalemi tek mënyra se si Wordi ndërhyn në shkrimin akademik. Dhe pikërisht këtë jemi duke bërë. Jemi duke parë se si shkrimi akademik vendoset në një faqe jo vetëm të zgjedhur, por dhe të konturuar në mënyrën e saktë. E treta element që është shumë i rëndësishëm është elementi i
po të shkojmë te komanda page layout, është elementi i orientimit. Elementi i orientimit sigurisht që të jep mundësinë që ti fletën tënde ta kesh në një trajt ose një tjetër, pra të jetë vertikale ose horizontale. Nëse unë kam zgjedhur elementin portret, sigurisht që pamja që ju do shikoni, po ta zvogëloj fletën, do të jetë në rastin konkret vertikale. Ndërkohë që nëse e ndryshoj orientimin dhe i them landscape, pamja e saj do të jetë horizontale. Punimet që mund t'ju shpaqen përpara mund të jenë të tipeve të ndryshme, prandaj duhet të dini si ta orientoni fletën tuaj. E pas orientimit të fletës, sigurisht që një detyrë që vjen edhe që është pjesë e shkrimit akademik është përcaktimi i seksioneve. Duhet të kuptojmë një gjë, që në Word asnjëherë nuk duhet punuar pas seksione. Dhe çdo të thotë kjo fjala seksion. Kjo fjala seksion të çon në nivelin që ti të kuptosh që ke element të ndryshëm brenda një dokumenti. Pra, nuk mund ta kategorizosh të gjithë dokumentin tënd si një të vetëm, sepse nëse e kategorizon të tillë, do të thotë që ti s'mund të bësh ndryshime eventuale në flet të ndryshme. Për këtë rrjedhoj, seksionet janë ato që jo në pak raste ndihmojnë në raport me punën që do bëjmë. Për shembull, ti mund të kesh seksionin e kopertinës, e cila përmban vetëm një flet. Seksioni i kopertinës që përmban vetëm një flet është seksion në vete. Pastaj pas kësaj mund të kesh seksionin e tabelës përmbledhëse. Dhe tabela përmbledhëse në rastin konkret do të jetë një seksion në të cilin do të jetë seksioni i dytë në rastin konkret. Pastaj do të kesh seksionin e tretë, që seksioni i tretë mund të përmbajë gjithë pjesën tjetër të zhvillimit të kësaj teme që ti ke, dhe në fund fare ke seksionin e katërt, që është seksioni i bibliografisë apo literaturës. Pra, çdo pjesë po ta shikoni që unë shtoj në dokumentin tim si identitet më vete, ajo pjesë konsiderohet seksion i ri. Në momentin që fillon puna në Word, normalisht ai dokument që të është shfaqur është në seksionin e parë, automatikisht krijohet seksioni i parë. Detyra lind për seksionin e dytë dhe të tretë që ta shtosh ti. Dhe në rastin konkret, nëse unë dua të shtoj një seksion të ri, sigurisht që do të shkoj te komanda page layout dhe në atë komandë kam një nën komandë që quhet nën komanda break. Nëse klikoj te nën komanda break, shikoni me vëmendje që më dalin një listë nën komandash dhe ndërto është një nën komandë që quhet next page. Next page do të thotë që seksioni i ri fillon nga faqja e re që do të shtohet. Dhe nëse unë klikoj next page, shikoni që shtohet një faqe e re. Kjo faqe e re, edhe pse duket sikur nuk ka asnjë ndryshim nga faqja më përpashme, realisht është seksioni i dytë. Dhe unë mund ta dalloj lehtësisht që është seksioni i dytë, sepse kësaj faqe që të dytë mund t'i bëj ndryshime të cilat nuk reflektohen në faqen e parë. Dhe për ta evidentuar këtë, hajde ta provojmë së bashku të bëjmë një ndryshim kësaj faqe të dytë, do të zvogëloj që të shikoni ndryshimet reale që do ndodhin me fletët përkatëse. Kemi seksionin e parë në fletën e parë, kemi seksionin e dytë në fletën e dytë. Dhe supozoj se fletën e seksionit të dytë, unë nuk e kam A4, po e kam A3. Shikoni me vëmendje. Tani në këtë moment, unë kam një flet A4 të vendosur, kam dhe një flet A3 në seksionin e dytë të zgjedhur. Mund të zgjedh dhe orientimin këtij landscape dhe shikoni me vëmendje, tani e kam edhe më të qartë se si po punojnë me seksionin e parë dhe seksionin e dytë. Sigurisht që edhe seksioni të parë unë mund t'i ndryshoj për masa dhe ta çoj në një formë tjetër, apo e çoj legal, dhe shikoni që gjithçka ndryshon, por nuk efekton pjesën tjetër të dokumentit. Pra, seksionet në një formë kategorizohen si pjesë të ndryshme të dokumentit që janë të pavarura nga njëra tjetra. Pra, seksioni i dytë nuk varet nga seksioni i parë. Në qoftë se unë nuk do aplikoja termin e seksioneve, po këtë janë ndur në atë që isha fillimisht, dhe do të shtoj një flet, po jo me seksion në rast. Po përdor të njëjtin seksion që kisha më përpara, dhe tani në qoftë se ndryshoj te kjo faqe e dytë për masën dhe e kthej A3, shikoni që të dyja fletët kthehen A3, ose në qoftë se ndryshoj orientimin, shikoj që të dyja fletët më kthehen në trajt horizontale. Pse? Sepse ajo i konsideron të dyja këto flet si pjesë e të njëjtit seksion. Ndryshimet për pjesë të ndryshme duhet të ishin në rastin konkret nëse do kishe 2 ose më shumë seksione. Kur ke një seksion, nuk mund të bësh ndryshime në karakterin e fletës, apo në kufit, apo në element të tjerë të cilat mund t'i japësh. Sigurisht që në këto kontekst jemi duke folur për shkrimin akademik, dhe shkrimi akademik patjetër që seksionet i ka pjesë të veta. Pse? Sepse gjatë
formimit të outline-it që ne do ta shohim pak më mbrapa, outline-i i fletës kërkon domosdoshmërisht seksionet e veta. Janë ato seksione që lidhen me kopertinën, me tabelën përmbledhëse, me zhvillimin e punimit, gjithashtu edhe në fund fare me literaturën apo dhe me ndonjë tabel figurash që mund të kesh në fund ose në fillim, në varësi të asaj që je duke bërë. Po kthej përsëri fletën në trajt vertikale, pra orientimin po e kthej vertikal dhe madhësinë e fletës po e zgjedh A4 dhe ndërkohë po e fshi fletën e dytë sepse nuk e dua, me backspace mund t'i fshish fletët që krijon, do shpjegoj një koncept tjetër i cili dhe ai është ndihmues. Dhe në rastin konkret, ky koncept ndihmues ka të bëjë me kolonat. Ajo që neve kemi aktualisht është realisht punim në një kolonë të vetme, pra nëse do shkruaja random hap klap mbyll klap, shikoni që teksti im është i vendosur në një kolonë. Por ka raste në të cilat teksti yt kërkon të vendoset në më shumë se sa një kolonë brenda një faqeje. Atëherë pyetja që lind është si të shtoj kolonat në dokumentin tim dhe për këtë unë shkoj te komanda page layout dhe te komanda page layout kam nën komandën columns. Dhe te nën komanda columns nëse klikoj kam sa kolona kërkoj që të shtoj dhe mund të shtoj edhe më shumë nëse dua. Por unë do shtoj 2 sepse dua që të bëj shpjegimin teorik të asaj që neve duam të bëjmë. Dhe nëse klikoj tu, do shikoni që krijohen 2 kolona. Nga e kuptoj unë që janë krijuar 2 kolona. Pikërisht vizorja është ajo që mua më ndihmon për të kuptuar se kam krijuar 2 kolona. Pse? Sepse këto hapësirat gri përfaqësojnë hapësirat e punueshme e papunueshme, ndërsa hapësirat e bardha përfaqësojnë hapësirat e punueshme. Dhe unë kam 2 hapësira të punueshme. Mirë, po ka një problem. Në momentin që ti krijon 2 kolona apo 3 kolona apo më shumë kolona, mouse-i yt nuk shkon në kolonën tjetër nëse ti nuk e çon me enter derisa të shkojë në atë pjesë të kolonës tjetër. Shikoni, tani më shkoj pasi klikova disa herë enter. A ka ndonjë teknik që unë të kaloj tek pjesa e kolonës së dytë pa më dashur të klikoj kaq shumë entera, pra të filloj të punoj dhe të modeloj punimin tim në 2 kolona, jo thjesht në një kolonë. Në rastin konkret, çfarë do bëja? Do shkoja në një pjesë të dokumentit, po mund të shkosh deri në fund të dokumentit dhe nga tastiera do të klikoja CTRL Shift Enter dhe shikoni që shkrimi im tashmë u nda në 2 kolona. E pasi është ndarë në 2 kolona, tani unë e kuptoj saktësisht që unë mund të shkoj nga njëra kolonë në tjetrën dhe mund të vazhdoj shkrimin në secilën kolonë. Jo, në pak raste të tilla gjëra duhet sidomos për përdorimin e flyerave, nëse unë i ndryshoj për shembull edhe kufide i bëj narrow, shikoni dhe shtoj dhe numrin e kolonave dhe e kthej 3 kolona, shikoni me vëmendje që unë aktualisht kam mundësi të krijoj flyere të ndryshme, apo ja përsëri CTRL Shift Enter dhe shikoni unë kam 3 kolona dhe ndonjëherë paraqitja është në trajt landscape, në këtë trajt dhe ti e shikon flyerin në këtë trajt sigurisht me shkrime, me figura, me gjëra përkatëse, keni parasysh që çdo kolon përfaqëson një mini faqe brenda faqes dhe punimet që ju e kryeni në hapësirën e punueshme të kolonës janë punime të lejueshme si në çdo faqe, pra formatimin mund të hapësh me komandat com, edhe çdo insertim figurash, elementesh mund të hapësh me komandat insert. E kemi parë në këtë trajt edhe kolonat, në rastin konkret do ta kthej me një kolonë, të gjithë punimin tim, do ta kthej orientationin portret, nuk do t'i lë në faqe të ndryshme, sepse kjo është ajo që po thosha, që janë faqe të ndryshme në momentin që krijon kolona të ndryshme. Kemi këtë dokument, do i kthej edhe margins normal për të qenë në kontekstin e asaj që i thamë përpara. Sigurisht të gjitha këto veprime mund t'i ktheja edhe në një trajt tjetër që më lejonin mua të bëja undo të gjitha veprimet që isha bërë deri në momentin që isha në pozicionin tim. Kësaj faqe, her pas here mund të duash t'i japësh një ngjyrë të përcaktuar dhe përcaktimi i ngjyrës jemi gjithmonë te page layouti dhe ngjyra zgjidhet te page color, për shembull mund t'i japësh një ngjyrë blu dhe një ngjyrë të çfarëdofshme, nëse dokumenti yt ka karakter me ngjyrë. Kjo është diçka që duhet të keni parasysh, unë po e bëj no color për të qenë në kontekstin, por mund t'i japësh gjithashtu edhe një, le të themi, shënim në të cilin ti publikon se ky dokument ose është konfidencial ose është draft, pra që do të thotë nuk është mbaruar ende. Pra në rastin konkret ti mund ta përcaktosh që të tjerët të mos ta marrin direkt për referencë ose ndoshta të marrin për referencë që pas kësaj fshihet diçka edhe me arsye sigurie. Pra provoj të zgjedh tek watermark, nëse unë klikoj,
Tipet të ndryshme watermark, për shembull, është një tip që thot do not copy, dhe nëse ti e klikon do not copy, vini re që fleta juaj në hije nga mbrapa merr pikërisht këtë fjali që thot do not copy, dhe kur ta printoj ai personi që do që ta printoj, sigurisht që do ta ketë nga mbrapa këtë gjë dhe s'mundet të bëj kopimin e tekstit përkatës. Sigurisht që ky që quhet watermark mund të jetë edhe personal dhe ti mund të shkruash shkrimin tënd, klikon te custom mark dhe pret që të dali pikërisht teksti, kjo dritare, dhe unë në rastin konkret mund të vë fjalin time, për shembull, po vë emrin tim, Martin, dhe mund t'i përcaktosh elementet përkatës këtij shkrimi, dhe unë do të klikoja OK, dhe ja tek doli në rastin konkret shkrimi, ashtu siç unë e kërkoj, që tregon përkatësinë e dokumentit. Pra kjo në vetvete tregon përkatësinë e dokumentit dhe jo çdo kush mundet të kopjoj gjëra nga ky dokument në momentin që ti ke vendosur përkatësi. Madje mund të bësh edhe ruajtje në trajt që të mos lejoj vjedhjen apo plagjaturën e këtij informacioni, po e kthej edhe orientationin justify, sepse nuk është justify, për të qenë korrekt. Do ja heq watermarkun, sepse nuk dua watermark, do kthehem andu në veprimet e mia, aty ku isha, dhe do të vazhdoj me shpjegimin në një kontekst tjetër. Kemi parë deri më tani vetëm ato element të cilat lidhen me fletën, ende s'kemi hyrë në kontekstin real të shkrimit akademik. Por konteksti real i shkrimit akademik lidhet mushtësisht me këtë koncept që do shpjegoj tani, që quhet koncepti outline. Letra, ashtu siç e shikojmë, shfaqet në formën e printueshme. Por ka forma të ndryshme të shfaqjes së letrës, dhe format e ndryshme të shfaqjes së letrës ndodhen në pjesën djathtas poshtë. Po të shikoni, ju keni formën print layout, që është forma që ju shikoni, keni formën full screen, që do të thotë gjithë ky dokument kalon në full screen, po të klikoj do të shikoni që i gjithë dokumenti kaloi në full screen. Pastaj pas kësaj forme full screen, po jap close, tani mund të zgjedh formën web layout, që do të thotë si do shfaqet kjo pjesë në një faqe web, po e mbyll edhe këtë, po klikoj X, në fakt jo, sepse s'kam nevojë të klikoj X, se kam këtu poshtë, kam një formë tjetër që është ajo formë që unë dua që ta kemi parasysh. Te kjo do të merremi specifikisht dhe janë ato konceptet e shkrimit akademik që lidhen ngushësisht me këtë formë që quhet outline. Në qoftë se unë klikoj formën outline dhe do e shit gjithë tekstin, sepse dua që të bëj një shpjegim konkret të kësaj formës outline, pra jam në kontekstin outline, dua që të shikoni pak me vëmendje se çfarë ndodh me formën outline në rastin konkret. Unë në rastin konkret në formën outline, gjithmonë duhet të kem parasysh që shkrimi im akademik ka një strukturë. E me qënë se shkrimi yt akademik ka një strukturë, ti duhet fillimisht, përpara se të fillosh të punosh mbi dokumentin tënd, duhet të ndërtosh strukturën, që do të thotë struktura duhet të përmbajë disa elementë thelbësor. Dhe elementët thelbësor të një strukture të shkrimit akademik janë, ti fillon me temën, që është niveli i parë, pastaj vazhdon me kapitujt që janë niveli i dytë, pastaj vazhdon me nën kapitujt që janë niveli i tretë, pastaj vazhdon me titujt që janë niveli i katërt dhe nën titujt që janë niveli i fundit. Sigurisht që ti mund të shtosh edhe më shumë element, po sa më shumë i shton këto nivele, aq më i vështirë bëhet leximi i dokumentave. Sugjerohet që shkrimi akademik ose shkrimi i dokumentit tënd zyrtar në rastin konkret të ndjek linjën me 5 nivele maksimum. Nëse te i kalon 5 nivelet, atëherë problemi bëhet madhor. Kështu që në këtë kontekst, po jap edhe një herë close outline view për të parë ku ishim pa outline dhe shikojeni kur futemi në outline, nëse unë klikoj. Dhe në rastin konkret, kur futeni në outline, automatikisht ju del një minus që tregon nivelin në të cilin ju jeni, dhe aktualisht jemi në nivelin e parë. Dhe supozoj se aty do shkruaj tema, 2 pika dhe them tema ime. Pasi kam shkruar temën, klikoj enter. Jam duke bërë outline. Outline-i nuk nënkupton punim me dokumentin. Outline-i nënkupton strukturën e dokumentit tim, strukturën tekstore të dokumentit tim, që nënkuptojnë cila është tema, cilat janë kapitujt, cilat janë nën kapitujt e kështu me radhë. Kryesisht, sidomos në punim me diplomash, ti të duhet si kontroll të parë të dorëzosh outline-in e punimit tënd, pra cila do jetë struktura e punimit tënd, ose nëse do bësh një prezantim përpara njerëzve, njerëzit nuk kanë nevojë të marrin gjithë prezantimin tënd dhe ta lexojnë, ata kanë nevojë të dinë outline-in e prezantimit tënd, pra çfarë pikash janë në prezantimin tënd. Dhe unë në rastin konkret kam vënë temën të parën, pastaj do të vendos kapitullin e parë. Kapitulli i parë.
por dalloni pak. Në qoftë se unë e vazhdoj në këtë trajt siç sapo e shkruajta, shikojeni që kjo mbetet në të njëjtin nivel me temën. Mirë, po unë kam kaluar në një nivel të dytë sipas koncepteve të shkrimit të akademik, sepse nuk jam më në nivelin tema. Pra linearisht nuk duhet të qëndroj tek niveli tema kur flet për kapitullin. Në këtë rast, unë do ta shoja në nivelin e dytë kapitullin dhe dallohet që ajo qëndërzohet pikërisht nga niveli i parë dhe shkon në nivelin e dytë. Do të shtoja 3 kapitull, kapitulli 1, kapitulli 2 dhe kapitulli 3. Pra, ky dokument që unë po prezantoj ka 3 kapituj në vetvete dhe këto 3 kapituj janë niveli i dytë, sepse nuk janë të lidhura ngushtësisht me temën. Ti mund të bësh një temë të vetme në dokumentin tënd, sepse nuk ka kuptim që të bësh një dokument dhe të ketë disa tema brenda atij dokumenti. Pra, po flasim për dokumenta zyrtar, nuk po flasim për një libër, se sigurisht në libra mund të ndodhi kjo gjë, po ky është një dokument zyrtar dhe secila pjesë e dokumentit zyrtar ka kapitull përkatës. Pastaj pasi ke shkruar kapitull, do vazhdojmë të shkruajmë nën kapitullin 1, poshtë kapitullit 1, nën kapitulli 1. Problemi që evidentohet kur neve shkruajmë fjalën nën kapitullin 1, menjëherë është pikërisht ajo që po shpjegonim, që ky është përsëri niveli i dytë, është në të njëjtin nivel me kapitullin e parë, të dytë dhe të tretë. Por ne nuk na intereson, kështu që tek lista e komandave shtojmë dhe çojmë këtë nën kapitull në nivelin 3. Pra jemi nën kapitulli 1 në nivelin 3, do të shtoj dhe një nën kapitull tjetër në nivelin 3 dhe do të shkoj edhe te kapitulli 3 dhe do të bëj edhe aty një nën kapitull 1 në rastin konkret. Po dhe ky do të jetë në nivelin 3 dhe shikoni që linjat e niveleve mbeten gati lineare. Pra ke linjën e parë që është linja e temës, ke linjën e dytë që është linja e kapitullit, ke linjën e tretë që është linja e nën kapitujve dhe thua nën kapitulli 1 për kapitullin 3. Brenda nën kapitullit 1 të kapitullit 1, në rastin konkret do klikoja përsëri enter dhe do thosha titulli 1. E pasi të thosha titulli 1, do t'i ndryshoja nivelin, do ta çoja në nivel të 4 të titulli 1. Do t'i jepja edhe një titulli 2, që është po të njëjti nivel, nivelin e 4, dhe për ta mbyllur me nivelin e fundit, do të shkoja tek nën titulli 1, që është poshtë titullit 1, por nuk do ta ruaj në nivelin e 4, por do ta çoj në nivelin e 5. Dhe shikoni, aktualisht un kam formuar një literaturë, një outline e fundit që do të shtoj dhe do ta zbres në nivel në rastin konkret, pra do ta çoj tek niveli i dytë, është literatura. Dhe në rastin konkret nuk kam bërë gjë përveç se kam shprehur kontekstualisht strukturën e punimit tim. Pra gjithë punimi im do kaloj në këtë lloj strukture. Sigurisht që në vend të fjalës tema ime ju vendosni pikërisht temën që keni në punimin tuaj, në vend të fjalëve kapituj apo nën kapituj vendosni saktësisht ato kapituj dhe nën kapituj. Dhe njerëzve juve s'keni pse i prezantoni diçka tjetër, ndërkohë që mund t'i prezantoni outline-in, atë që është, le të themi, shkëputja strukturore nga teksti juaj. Në qoftë se tani nga elementi outline e kaloj në elementin print layout, shikoni që mua nuk më ndryshon asgjë. Ja tek i kam të shprehura të gjitha gjërat që shkruajta në outline, apo të smadhoj do shikoni më saktësisht. Dhe këtu vjen ai momenti në të cilin thash ndahen me seksione, në qoftë se janë me seksione. Për shembull, literatura është një seksion i ri, do veja këtu tek literatura, do të zgjidhja tek lista e komandave tek page layouti, do të shkoja të zgjidhja break dhe do të jepja next page dhe literatura do më kalonte në një seksion të ri, është seksion i ri literatura, ndërkohë që tema do ishte një seksion më vete, do të jepja insert përsëri page layout, break, next page, dhe shikoni, unë tani temën e kam në një seksion të parë, kapitujt i kam në një seksion të dytë, ndërkohë që në seksionin e fundit kam literaturën. Sigurisht edhe kapitujt mund t'i kalosh në faqe të ndryshme dhe të shkruash saktësisht për secilin kapitull nën kapitull pas elementit përkatës, pra të vazhdosh të shkruash çfarë të duash që përmban ai kapitull, të shtosh figurat përkatëse, tabelat përkatëse dhe gjithçka. Por tashmë jemi futur në kontekstin e shkrimit akademik. Kjo që përthojmë është shkrim akademik. Sepse supozojmë se kam një flet që lidhet me para temën, që lidhet me tabelën përmbledhëse. Pra është kjo faqja e parë. Tani, unë mund të shtoj tabelën përmbledhëse shumë kollaj, nuk më duhet të shkoj dhe të zgjedh heading një për secilën, sepse kam bërë outline, e kam bërë strukturën, dhe në qoftë se shkoj tek referencat.
dhe vetë klikoj te table of contents, që do të thotë tabela përmbledhëse, unë mund të zgjedh një nga tipet e këtyre që i shfaqen automatikisht dhe shikoni çfarë ndodh. Tabela e përmbajtjes sime, jo kjo, do vetë të zgjedh një tjetër, sepse kjo është në rastin konkret të shkoj te preferences, te table of contents, tek një heading 1. Shikoni çfarë ndodh në rastin konkret. Mua më jep tabela përmbledhëse pikërisht elementët që kam në outline, pra më jep temën, e cila është kryesorja, pastaj kam kapitullin 1, nën kapitullin 1, nën kapitullin 2, kapitullin 2, kapitullin 3, nën kapitullin 1 edhe literaturën përkatëse. Sigurisht që të gjitha këto i jep bashk me numrat përkatës të faqeve. Përshkakoni sa më e thjeshtë është mënyra e të punuarit në këtë trajt strukturore. Dhe sigurisht që në të njëjtën trajt mund të shtosh dhe bibliografin, mund të shtosh, sepse bibliografin ti e ke në rastin konkret këtu te citation, ose mund të shtosh tabelën e figurave që edhe ajo të jep mundësi, mund të shtosh edhe footnote të ndryshme që mund t'i kesh gjatë punimit tënd. E kemi parë të gjithë këtë element që lidhet ngushtësisht me outline-in. Mbajeni mend, sepse outline-i është, le të themi, fillimi i një punimi akademik. Pra, pasi ti ke zgjedhur fletën, pasi ke përcaktuar kufijt, pasi ke ndar mendjen se sa seksione do të ketë fleta jote ose dokumenti yt, dhe nëse pasi ke përcaktuar saktësisht ngjyrën apo diçka që ti do ta vendosje si referencë ndihmuese që të mos kopjoj ky dokument, në fund fare të gjithë këtij procesi që quhet procesi parashkrimor, ti fillon edhe bën strukturën e dokumentit. Dhe tani që është bërë struktura e dokumentit, ti e ke lehtësisht të punueshme brenda dokumentit. Veten tënde e ke lehtësisht të thjesht të editosh dhe të updatetosh të dhënat e tua brenda këtij dokumenti. Pasi kemi mbaruar me këtë kontekst, sigurisht që do të vazhdojmë me një kontekst tjetër, do të vazhdojmë edhe për pak, ndoshta edhe për 10 minuta, do të vazhdojmë me shpjegimin e pjesës tjetër që të lidhet ngushtësisht me shkrimin akademik. Kemi para outline-in dhe pas outline-in vjen koncepti i paragrafeve. Në rastin konkret, unë do t'i selektoj të gjitha dhe do t'i fshi të gjitha, pra klikova nga tastiera CTRL A dhe pastaj i dash delete nga tastiera dhe tashmë nuk kam asnjë element, do të shtoj me anë të funksionit rand një tekst të çfarëdoshëm, ja tek është një tekst i çfarëdoshëm, dhe dua që të konceptojmë sipas kontekstit të shkrimit akademik se çfarë janë paragrafet. E thash që të gjitha konceptet e shkrimit akademik kanë të bëjnë në vetvete me koncepte gramatikore, leksikore, sintaksore, gjuhësore. Pra, teknikisht, nëse unë do filloja të merresha me shkrimin përkatës, sigurisht që unë do të ndalesha te rregullat e shkrimit në vetvete. Dhe ka rregulla që janë shenjat e pikësimit që nuk duhet të mungojnë asnjëherë në një tekst. Ka rregulla të tjera që pas shenjave të pikësimit duhet të ketë gjithmonë një hapësirë, po të shikoni edhe ky tekst që u gjenerua automatikisht gjithmonë pas një shenje pikësimi ka hapësirën përkate. Ka një kontekst tjetër që quhet konteksti i paragrafeve. Dhe dua të shpjegoj pak sipas shkrimit akademik se çfarë quhet një paragraf. Paragrafi nuk është gjë tjetër veç se një tërësi fjalish që kanë të njëjtën qëllim ose tregojnë pothuajse të njëjtën gjë. Në rastin konkret, një paragraf fillon me një fjali dhe mbaron me pikë dhe pas përfundimit të fjalisë së fundit nuk ka fjali tjetër, që do të thotë ti nuk vazhdon me kontekstin e asaj që je duke folur. Paragrafi tjetër fillon me një fjali të re dhe me një kontekst të ri. Pra kuptojeni që çdo paragraf ka një qëllim pse kalon ai grup fjalish më vete. Në vetvete duhet të kuptosh që në fund të historisë secili prej nesh varet nga statistikat dhe her pas here kur ti punon, normalisht do kesh të bësh me statistika. Për shembull, kur ty të kërkohet një punim zyrtar, mund të thuhet që unë dua punimin në rastin konkret me 100 fjalë, me 200 fjalë apo me 1000 fjalë. Në rastin konkret si të evidentoj unë se sa fjalë kam ose cilat janë statistikat e këtij dokumenti që unë kam përdorur. Për ta bërë këtë mjafton të selektosh të gjitha fjalët që ke dhe në pjesën poshtë do shikoni se sa fjalë keni. Në rastin konkret janë 185 fjalë. Por nëse kërkoni dhe më shumë statistika për atë që jeni duke bërë punim, mund të bëni klik tek kjo Wordi dhe do ju dalin saktësisht numurimet përkatëse për fjalët, fjalit, shkronjat e merat. Pra, ti ke një faqe në dokumentin tënd, ke 185 fjalë, ke 890 karaktere pa hapësira, ndërkohë që me hapësirave 1080 karaktere, që do thotë shkronja bashkë me hapësira,
ke 3 paragrafe dhe dallohen paragrafet sepse paragrafet në vetvete dallohen nga një kontekst fjalisht që do ta shohim tani. Dhe ke 12 linja që linjat në vetvete nuk janë gjë tjetër veç se sa reshta ke shkruar totalisht në fjalit e tua. Dhe në rastin konkret një paragraf dallohet nga paragrafi tjetër sepse paragrafi përfundon me një fjali dhe nuk ka një fjali pasuese dhe gjithmonë pas asaj ka butonin enter, që në vetvete butoni enter të nënkupton që ti ke kaluar në një paragraf të ri, pra nuk po vazhdon atë fjali që kishe. Pra, ne në rastin konkret, sipas punimit që na jepet, mundemi të transformojmë fletën tonë dhe shkrimin tonë sipas asaj që na kërkohet. Mund të shtojmë ende shkronja të tjera, fjalë të tjera, fjali të tjera, paragrafe të tjera, sigurisht që nëse unë do të shtoja përsëri paragrafe, të shkruaja barazi rand, hap klap, mbyll klap dhe t'i jepja enter, tashmë më shtuan fjalit. Shikoni që statistikat janë dinamike dhe nëse unë klikoj në to, ato ndryshojnë dinamikisht, tani kanë 6 paragrafe edhe kanë dhe më shumë numra në lidhje me fletët e mia apo me dokumentin tim. Por konteksti që po tregoj ka të bëjë me paragrafet dhe përjedhoj konceptet gramatikore, konceptet sintaksore në këtë moment lihen në vend të dytë, sepse duhet shpjeguar koncepti paragraf. Sigurisht që termat e një shkrimi janë të qarta, fillon me shkronjën. Shkronja është, le të themi, qeliza e shkrimit, me atë fillohet. Pastaj pas shkronjës vjen fjala, një tërësi shkronjas prodhon fjalën. Pas fjalës, një tërësi fjalësh prodhon fjalin. Një tërësi fjalish prodhon paragrafin dhe një tërësi paragrafesh sigurisht që prodhon një dokument, një vepër, një libër. Këto janë koncepte që nuk i kam shpjeguar unë, por janë të shkruara në librat e gjuhës, letërsisë, kudo ku flitet për shkrimin akademik. Se shkrimi akademik është i lidhur ngushtësisht me teknikat e të shkruarit në trajt të drejtë sipas kontekstit gjuhësor që kemi. Nëse jemi në gjuhën shqipe, duhet pasur parasysh që shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe janë 36, kështu që nuk mund të neglizhosh ndonjërin prej tyre. Gjithashtu duhet pasur parasysh se gjithmonë fjalit fillojnë me shkronjë të madhe dhe nga ana tjetër është një koncept që e harrojmë shpesh, por ka një koncept që quhet koncepti kryeradh. Çdo fjali, çdo paragraf normalisht fillon me kryeradh, që do të thotë fjalia e parë është diku më e zhvendosur nga fjalitë e tjera. Në kontekst kryeradhe nuk do të ishte gjë tjetër, përsa nëse klikon tab dhe kjo përfaqëson kryeradhën në një paragraf të caktuar. Por në kontekstin ton, unë duhet të kem parasysh diçka që çdo shkrim, përpara se sa unë të eci dhe të punoj me dokumentin tim, duhet të ketë orientimin e saktë, që do të thënë justify. Justify e zgjedh sepse është shkrim kuadratik, nga të dyja krahat mbetet linear. Nga ana tjetër duhet të ketë një tip shkrimi. Mos e harroni këtë gjë. Nuk mund të flisni për një dokument zyrtar ndërkohë që keni tipe të ndryshme shkrimi. Pra, nëse do zgjedh Times New Roman dhe shkruaj këtu Times, në do më dali Times New Roman normalisht, ja tek doli, klikoj enter, i gjithë shkrimin, në të gjithë dokumentin tënd, duhet të ruaj këtë kontekst që të është kërkuar. Nëse madhësia të është kërkuar 12, i gjithë shkrimin, i cili nuk është kapitull nën kapitull ose gjëra që lidhen me heading, por janë pjesë përbërëse të tekstit, duhet të ruaj kontekstin që ti ke thënë. Nuk mundet një herë shkrimi ta bërë 12, një herë 14, sepse ti shkel rregullat e shkrimit akademik. Shkrimi akademik është shumë i disiplinuar, që do të thotë përveç se outline-it, strukturës e cila është e mirë përcaktuar, brenda dokumentit tënd duhet të jesh i saktë në mënyrën se si shkruar. Pra të ndjekësh të njëjtat linja të shkrimit, të njëjtat madhësi të shkrimit, të njëjtën ngjyrë, nuk mund të jetë një herë kuqe, një herë zezë, një herë blu se më pëlqejnë ngjyrat mua. Kjo është diçka që nuk lejohet teknikisht. Prandaj po flasim me kaq kujdes për të gjitha hapat se si ndërtohet një dokument në trajtën e duhur sipas rregullave të shkrimit akademik. Sigurisht që neve po përpiqemi të adaptojmë çdo rregull të shkrimit akademik në këtë që quhet Microsoft Word. E në kontekst të kësaj jemi duke shpjeguar paragrafet, me ato po ndalemi në këtë moment dhe pjesa që na ngacmon më tepër është pikërisht kjo hapësira midis paragrafeve. Shikoni që aktualisht ato kanë një hapësirë të caktuar dhe kjo hapësira nga një paragraf në tjetër nuk është thjesht e zgjedhur nga Wordi. Është diçka në të cilën mund të ndërhysh ti specifikisht. Dhe për të ndërhyrë te paragrafi, klikon me të djathtën te teksti yt dhe në listën e komandave, siç keni komandën font që merret specifikisht me tipin e shkrimit, pra ti mund të zgjedhësh
stilin e shkrimit që mund të jetë bold, italic, nuk ka rëndësi, mallësinë e shkrimit, mund të zgjedhësh ngjyrën, mund të zgjedhësh tipin e shkrimit, që i kishe edhe të këto komanda, por këtu ka dhe komanda të tjera të cilat të ndihmojnë, madje të japin dhe preview si mund ta kesh në rastin konkret. Ka dhe efekte të shkrimit, nëse klikon te text effect që mund t'i japësh ngjyra dhe gjëra të ngjashme. Unë nuk po ndalem tek kjo sepse dua të ndalem më shumë te paragrafi, por ashtu siç është rasti konkret i komandave font, në qoftë se unë kam selektuar një tekst dhe shkoj te komanda paragraf, në të njëjtën trajt më shfaqet një dritare. Dhe në këtë dritare sigurisht që ka disa element përkatës që duhen marrë parasysh. I pari është orientimi, që neve e kemi zgjedhur, që është justified dhe outline-in e ka body text. Normalisht body text e zgjedhim kur ti e ke në rastin konkret një tekst që është brenda një niveli i caktuar, por nëse ti je në një nivel tjetër, për shembull niveli 1 ku ke kapituj, mund të zgjedhësh një tjetër alignment, pra shkon tek niveli 1 dhe i thua që në vend të justified për nivelin 1 e dua të qëndërzuar. Por në rastin më të përgjithshëm, për ato që janë body text siç neve e kemi të zgjedhur, normalisht bëhet justified. E dyta ka të bëjë me indentation. Kjo indentation ka të bëjë me paragrafin kryeradh. Ashtu siç ka një fjali kryeradh, ashtu ka edhe një paragraf kryeradh. Pra, në vend që unë të kem të gjithë paragrafet siç janë në këtë trajt lineare, unë zgjedh paragrafin e parë, ky është paragrafi i parë dhe ky do të jetë paragrafi kryeradh. Klikoj me të djathtën te paragraf dhe tani nga tek indentation mundem të zgjedh pikërisht se sa do të jetë i zhvendosur ky paragraf nga pjesa e konturit të fletës. Klikoj OK dhe shikoni që ky tashmë kalon në trajtën e një paragrafi kryeradh. Pra është ai paragraf që e fillon të gjithë kontekstin e punës sonë. Normalisht përpos kësaj është edhe ajo që shpjeguam pak më përpara, që e kërkuam ta shpjegonim që kishte të bënte me hapësirat. Dhe është pikërisht në pjesën fundore ku thot spacing. Shikoni që ka një linjë në të cilën thuhet para dhe mbrapa sa e do hapësirën. Dua që ta shpjegoj këtë me paragrafin e dytë sepse ai t'i jep kontekstin e parë dhe mbrapa. Ti në rastin e paragrafit të dytë, nëse e shikon me vëmendje, ke një hapësirë që është përpara këtij paragrafi që lidhet me paragrafin e parë, ke dhe një hapësirë që shkon tek paragrafi i dytë. Në këtë kontekst, meqense ke dy hapësira, ti kërkon që të dish sa do që ta distancosh këtë paragraf të dytë nga dy paragrafet e përparshme. Atëherë çfarë bëj? Për të gjithë shkrimin tim përkatës, po mund ta bëj edhe për një paragraf të përcaktuar. Klikoj me të djathtën, shkoj te komanda paragraf dhe po i them përpara, do ma bësh 30 point, që nuk do të thotë gjë tjetër veç se nëse e përkthen duhet të jetë diku tek 5 cm dhe sepse vjestohet për 6 dhe pas po e bëj 18, jo 24, por 18. Dhe tani klikoj OK dhe shikoni se çfarë ndodh me shkrimin tim. Ai zgjerohet më shumë në trajtën fillestare, në trajtën nga sipër, ndërsa në trajtën nga poshtë zgjerohet më pak. Më përpara e kishim në këtë trajt, shikoni, gjithçka ishte lineare, ne kishim zgjedhur të njëjtën linjë për të dyja krahët si parë dhe mbrapa, por pastaj përcaktuam një format tonin personal. Sigurisht që unë dhe ka shumë persona që e bëjnë këtë gjë, nuk e kam bërë vetëm unë, por e kam bërë dhe unë më përpara, kur isha student sidomos, nga që po kërkohej numër faqesh sa më shumë, çfarë bëja, unë filloja edhe krijoja gjithnjë më shumë hapësira që të fitoja fletë. Por realisht nëse ato hapësira i redukton, fleta jote që ti ke përdorur është shumë e vogël. Nëse i jep remove spaces, shikoni pak kaq ke flet të përdorur konkretisht ti në linjën e dokumentit tënd. Jo më shumë. Megjithatë unë do qëndroj në këtë linjë dhe tani dua që ti selektoj dhe ti jap pikërisht format të paragrafit, ti jap formatimin me një përmas të saktuar 00, që do të thotë nuk ka asnjë hapësirë nga dy krahat. Shikoni, ja hoqja të gjithë hapësirën. Po ja heq edhe indentationin sepse nuk dua radh kryeradh dhe në paragraf kryeradh dhe në rastin konkret ky është një dokument që ne mund ta shohim shpesh në libra pa paragrafe, pa gjëra që nuk duket paragrafi me njëhershëm, por ama paragrafi është aty nëse një rregullat shkrimore që thonë që nëse pas fjalisë së fundit ka pikë dhe kalohet në kryeradh, me njëherë ai është një paragraf i ri. Pra ti e kupton që ky është paragraf i ri, por nga ana tjetër edhe këtu e kupton që është paragraf i ri. Nëse do e selektoja dhe do ndryshoja tashmë formatin të paragrafit dhe do ndryshoja nga 0, do ta zgjidhja 6 dhe 6 nga të dyja krahët, do klikoja OK, do shikoni që aty ku ndryshojnë paragrafet përkatësisht do ndodhte pikërisht ky linearizim ose kjo hapje në krahun e vizave. Dukshme bëhet me pak më shumë se sa 6, pra ta kthesh
18 dhe klikon OK dhe shikoni që në rastin konkret ke një pjesë hapësinore që të vendoset midis paragrafeve. Kjo pjesë hapësinore nuk është pjesë e editueshme, pra ti nuk mundesh të klikosh me mouse dhe të shkruash aty. Është një pjesë në të cilën konsiderohet si linjë ndarëse mes paragrafeve. Por ashtu siç ka linjë ndarëse mes paragrafeve, mund të krijosh dhe linja ndarëse brenda linjave të paragrafeve. Pra ta selektosh tekstin dhe shikoni se çfarë do zgjedh tani. Shkoj te paragraf, e pasi shkoj tek paragraf, kam një line spacing, që nëse unë vetë edhe klikoj te line spacing dhe e ndryshoj dhe e çoj 1.5 ose 2, do shikoni çfarë do ndodhi me fjalitë e mia. Secila fjali ose secila linjë e këtij teksti tashmë ndahet me një pjesë që është e pa editueshme. Pra unë nuk mund të editoj midis këtyre dy fjalive, ama zgjeroj kontekstin e shkrimit tim. Dalloni që unë tani kam zënë më shumë se sa gjysmën e fletës, por teksti origjinal është pothuajse çereku i fletës. Kuptoni që tilla manovrime her pas here bëhen, nuk duhen ndjekur në rastin e shkrimit akademik, nuk mund të ndjekësh, le të themi, rregulla që nuk janë rregulla. Rregulli i saktë i jepet zakonisht nga ai që ta kërkon dokumentin. Zyrtari i cili të thot tipin e shkrimit, të thot madhësinë e shkrimit, të thot ngjyrën e shkrimit, të thot madhësinë, sa duhet të jetë paragrafi nga paragraf, ta jep saktësisht gjatë mënyrës së punimit. Por nëse nuk ta ka dhënë, një nga rregullat që duhet ta mbash mend është që punohet gjithmonë me Times New Roman ose me Arial, dy lloj shkrimesh të cilat janë nga më të përdorshmet. Madhësia e shkrimit brenda kontekstit shkrimor, jo heading, është 12. Shkrimi është kryesisht i zi në çdo rast, pra ruhet ngjyra e zezë dhe paragrafet ruajnë linjën 1. Që do të thotë në rastin konkret, nëse unë shkoj te paragrafet, kjo që ishte 1.15 është njëshe. Dhe fjalit nga njëra tjetra ndahen thjesht me një hapësirë që është jo më shumë se sa 10 mm, diçka te 1 cm. Gjeti. Në fund të gjithë kësaj historie, patjetër që është shumë e rëndësishme të kuptojmë që paragrafet janë pjesë e shkrimit akademik dhe që shkrimi im të kalojë në nivelet e shkrimit akademik, sigurisht që unë duhet të zgjedh fletën bashkë me konture, bashkë me seksione, bashkë me ngjyrë, bashkë me gjithçka. Sigurisht që duhet i bëj një strukturë kësaj flete, por e treta që është po aq e rëndësishme është të përcaktoj edhe paragrafet ashtu siç duhet. E fundit që do të shohim sot dhe me këtë do ta mbyllim është sigurisht konteksti i autocorrections ose konteksteve gramatikore, se shkrimi akademik lidhet shumë me gramatikën e tekstit që ti ke shkruar. Sigurisht që Exceli Wordin nuk të lejon që të bësh gabime në rast se ti shkruan në gjuhën angleze. Sigurisht ka dhe programe të tjera të cilat mund t'i përdorni dhe këto programe mund t'ju ndihmojnë në orientim, veç se kërkojnë instalim. Ka programe si në Kosovë edhe në Shqipëri që mund t'i kërkoni. Në këto programe mund të gjeni editim për gjuhën shqipe për korektimin në rastin konkret të fjalëve në gjuhën shqipe. Megjithatë, neve do mbetemi në kontekstin e gjuhës angleze, sepse të njëjtin kontekst ruan dhe gjuha shqipe nëse ti e mëson dhe aplikon. Nëse unë do shkruaja një fjalë anglisht dhe do e shkruaja gabim, sigurisht për shembull po thuaj ADN, shikojeni që automatikisht pasi klikoj space, çfarë ndodhi me fjalën ADN? Unë kisha ndërmend të thosha and, domethënë, dhe ajo realisht u shkruajt gabim nga ana ime, pra unë shkruajta ADN dhe i dash space, dhe korektimi që e bën vetë Wordi në rastin konkret është një korektim automatik. Pra ti mund të shkruash fjalë që janë të gabuara, por që Wordi i ka në fjalorthin e vet në kontekstin e saktë dhe bën transformimin e tyre. Ose për shembull, ti do të shkruash një fjalë që quhet copyright. Dhe fjala copyright në vetvete në termat e përgjithshëm të shkrimit akademik është një c me një rreth që e rrethon, është një simbol. Dhe ky simbol normalisht nuk mund ta gjesh në tastier. Atëherë si mund ta shkruaj unë këtë simbol? Unë mund ta shkruaj në këtë trajt, hap klap, shkruaj një c, mbyll klap dhe shikoni që automatikisht ajo u transformua në një simbol që është simboli c, ashtu sikundër edhe po të shkruash raste të tjera, për shembull të shkruash 2 pika viz, ajo ta kthen në një smiley. Kjo është diçka që e njohim. Në të njëjtën trajt mund të shkruash 2 pika viz dhe edhe nxjerr një smiley tjetër. Pra, shikoni, kontekstet që po flas tani kanë të bëjnë jo vetëm me shkrimin akademik, por me të gjithë tipet e shkrimeve. Por shkrimi akademik përdor shumë nga këto koncepte. Pse? Sepse transformojnë element në mënyrë automatike edhe pse ti mund t'i shkruash jo sakt në rastin konkret. Dhe këto elemente që ti kuptojmë ndodhin të gjitha te komanda file
Dhe brenda komandës file është komanda options. E në qoftë se shkon te komanda options, është një nën komandë që quhet nën komanda proofing. Dhe tek proofing është një komandë që quhet autocorrect options. Nëse klikon të del një dritare. Dhe do shikosh me vëmendje pikërisht ato element që ne po shikonim që ti dhe ti kuptosh se si ti shkruash. Për shembull, shikoni ajo copyrighti në vetvete tek autocorrecti që ti ke të zgjedhur, shkruhet në trajtën C me të klapa nga të dyja krahët. Nëse shkruan kështu do të dali patjetër ky simbol copyright. Kjo euro, nëse unë dua të gjej euro, është eja me dy klapa. Pastaj ke registered, që do të thotë është e regjistruar me r, e kështu me radhë, trademarking e me radhë, nëse zbret ka me qindra simbolika, ka dhe fjalë. Shikoni me vëmendje që ti mund ta kesh shkruar gabim, pra about it të bashkuar, dhe çfarë bën ajo në automatikisht, nëse unë shkruaj about it, e transformon dhe e kthen në tekstin konkret të sakt. Pra bën, le të themi, një korrektim automatik. Pra ti mund ta kesh shkruar gabim, ja against the, dhe ajo e kthen against the ashtu siç duhet. Por konteksti është gjithmonë për gjuhën angleze, sigurisht që kjo ka të bëjë me gjuhën angleze, sepse Word është projektuar në gjuhën angleze. Programet që përmenda pak më përpara mund të japin shans të punojë në gjuhën shqipe, megjithatë autokorrektimi kam përshtypjen se është shumë i komplikuar edhe për ato programe, sepse duhet të ketë një fjalor të brendshëm brenda Wordit. Dhe ashtu siç ka korrektim automatik për fjalët, ka korrektim automatik edhe për matematika, për numrat normalisht. Pra nëse do kishe veprime matematike dhe do që të shtosh pina, ku di un element përkatësisht të shkronjave të alfabetit grek apo element të ekuacioneve x, y, gjëra të tilla, apo grad Celsius, grad Fahrenheit, siç shikoni këtu, mënyra se si mund të shkruash është duke shkruar pikërisht tekstin vis deg c, për shembull, dhe do të dali grad Celsius. Fliap cancel, që ta shikojmë konkretisht, është fraksion deg c, dhe pasi ti klikon space të del grad Celsius. Pra, këto janë gjëra që teknikisht duhet t'i lexosh, ti mësosh, nuk është se i di të gjitha, askush nuk është e mundur të di të gjitha. Her pas here mund të duhet të ndërhysh edhe t'i lexosh që të arrish t'i kuptosh. Në fund të historisë, e fundit që do doja të shpjegoja, meqense shkrimi akademik brenda vetvetes mund të përmbajë edhe ekuacione, dua të dini që vetë Wordi e ka të integruar një program i cili quhet programi i ndërtimit të ekuacioneve. Në rastin konkret, nëse unë do doja të ndërtoja një ekuacion që i përshtatet rregullave të shkrimit akademik, do shkruaj te komanda insert dhe te komanda insert kam komandën equation, që kur ti e klikon, shikoni ajo ju aktivizon automatikisht komandën design, që do thotë dizenjo ekuacionin tënd, dhe supozoj se unë do shkruaj x i është i barabartë dhe tani do më jepet një funksion i caktuar, format, dhe këto mos mendoni se janë ekuacione të gatshme, janë forma se si ti mund të shkruash një ekuacion. Në rastin konkret, unë për shembull mund të bëj një integral të caktuar, edhe pse konteksti që po flasim është gjuhësor, por jo në pak raste dokumentat zyrtar përmbajnë dhe ekuacione, prandaj po e përmend, po edhe detyrat e kursit dhe diplomat kanë ekuacione dhe ja vlen që ta mësosh këtë pjesë. Dhe në rastin konkret, unë do të shkruaj integrali. Shikoni që nëse klikoj te integrali, më dalin disa tipe të ndryshme integralesh. Unë do zgjedh njërin prej tyre, po zgjedh pikërisht këtë të tretin, ja tek doli, mund të plotësoj kuadrantet poshtë dhe të them nga vlera A në vlerën B, i kujt, në rastin konkret, këtu mund të bëj një devijim përsëri, ta vendos si rrënjë katrore, ja tek e kam rrënjën katrore, dhe brenda rrënjës katrore të vendos një thyes. Shikoni që po shkruaj një ekuacion dhe këtu të shkruaja f e x-it, ndërkohë këtu poshtë të shkruaja g e x-it, dhe pastaj pas rrënjës do të shkruaja, jo brenda rrënjës, po jashtë rrënjës do të shkruaja dx. Shikoni që unë kam shkruar një integral, një ekuacion, që normalisht me kontekstin shkrimor që më jepet në tastier, nuk mundem kurse si ta shkruaj, ama tashmë, edhe nëse e kam, mund ta insertoj brenda dokumentave të mia. Në fund të historisht, gjithë puna që juve bëni ka të bëjë saktësisht me mënyrën se si shkruani. Një zgjedhje e fundit dhe një fjali e fundit që do ta thosha në kontekstin e shkrimit akademik, ka të bëj me konceptin e shkrimit akademik. Shkrimi akademik nuk është gjë tjetër veç se mënyrë të shkruarit.
Pra, çdo njeri ka një mënyrë të shkruarit. Ti zgjedh të shkruash në mënyrë akademike ose zgjedh në mënyrë jo akademike, siç janë mënyrat e çrregullta. Ajo që unë ju sugjeroj është që vazhdimisht të aplikoni disiplinë në mënyrën e të shkruarit tuaj. Pra të ndiqni rregulla. Dhe këto rregulla të aplikohen në punimin tuaj në Word. Në rastin konkret, fillon me rregullën e parë që merret me fletën, vazhdon me rregullën e dytë që merret me strukturën e dokumentit, pastaj merremi me kontekstin paragrafor të dokumentit dhe në fund përfundojmë me kontekstin shkrimor të tekstit të secilit tekst ashtu siç duhet. Në kontekstet të gjithave, ky ishte leksioni i sotëm dhe normalisht përderisa këtu e konsiderojmë veten sikur e kemi arritur të shpjegojmë të gjitha, sigurisht nuk arrin të mësojnë këto gjëra pa i ripërsëritur dhe pa i ripar. Ju sugjeroj që këtë video ta rishikoni disa herë nëse doni ta mësoni dhe ta aplikoni vetë, të filloni të bëni prova të sfidoni veten në fund të fundit, sepse nëse nuk sfidoni veten, do të keni probleme. Faleminderit edhe një herë që ishit këtu. Në kontekst të kësaj do doja të dija nëse dikush prej jush ka një pyetje. Nëse po, ju lutem, ky është momenti që mund ma bëni atë pyetje. Nëse jo, pastaj mund ta mbyllim. Dhe një herë faleminderit. Nëse keni pyetje, ju lutem, mund ma bëni tani.